Luftania u dëmtua para syve të Kim Jong-unit. Korea e Veriut fillon me arrestimin e përgjegjësve për incidentin. Korea e Veriut ka arrestuar 3 zyrtar të kantierit detar për një incident gjatë lëshimit në det të një anije të re luftarake të mërkurën, than mediat shtetërore. Disa pjesë të luftanijes 5.000 tonëshe u dëmtuan gjatë ceremonisë së lëshimit në përdorim duke nxjerrë anijen nga ekuilibri. Një hetim për incidentin, i cili udhëheqësi i Koreas Veriut Jong-ul e përshkroi si një akt kriminal, është duke vazhduar. KCNA, agjencia zyrtare e lajmeve të Koreas Veriut, identifikoi të arrestuarën si inxhinierin kryesor kantierit detar Chong-hee në veri, ku u ndërtua anija, si dhe kreun e ndërtimit dhe një menaxher administrativ. Raporti tha se 3 ishin përgjegjës për incidentin. Të premten, KNCA tha se menaxheri i kantierit detar Hong Kil-ho ishte thirrur nga forcat e rendit. Imazhet satelitore treguan anijen e mbuluar me të kaltër dhe një pjesë të saj e cila ishte në tokë. Mjetet shtetërore e Koreas Veriut nuk përmendin ndonjë viktim ose dëmtim në atë kohë, duke minimizuar dëmin. Anija në anën e djathtë të trupit ishte gërvishur në një sasi e caktuar uji, deti rrodhë në pjesën e pasme, tha agjencia. Kim tha të njëjtën se aksidenti u shkaktua nga pakujdesia absolute, papërgjegjshmëria dhe empirizmi jo shkencor. Nuk është e qartë se me çfarë ndëshkimi do mund të përballen, por shteti autoritar ka një histori të mjerueshme të drejtave të njeriut.